Jo, unë po e shtri me tutje, domethënë. Kështu që unë e gjykoj që SPAK-u ka bërë mirë dhe kam përshtypjen se do përdoret varianti amerikan. Është përdorur në Amerikë varianti që është i ndërhyrjeve të rrepta, ndoshta nuk e them dot në temën ligjore sepse për fatkeqësisht unë kam bërë rusisht në shkollë, pati ndërhyrje drastike edhe në Amerikë domethënë. Në momentet sepse atje votimi zgjati shumë, në momentet që konstatoheshin le të themi vjedhje abuzime, le ta themi fitoria e Trumpit ishte shumë më e madhe se sa kaq. Paktën unë këto informacione i kam. Por ama kush kapesh me vjedhje nuk shkonte kështu seanca pas seancës. I binte ai xhaxhi thon ata çekiçet pamë dhe shkoi direkt në burg. Po si bëhet vjedhja? Se vjedhja kam përshtypjen nuk bëhet aq flagrante, nuk bëhet aq. Në Amerikë për shembull ishte kapur një postier që i them plera. Votat në mirë se Amerika është për Shqipërinë shumë i madh edhe domethënë është tjetër. Në Shqipëri është taktika e blerjes. Si blihet direkt me para cash sepse kjo është forma më e kollajt, po themi dhe më e ekspozuar. Me punësime nuk janë të vështira për të gjetur, që të jemi kështu të ndershëm. Sa punësime të kota ka pas kryeministria? Merr kamerat, skanoj, kanë ardhur punë, kanë ardhur në kryeministri, kanë pas punësime të njerëzve që me premtime elektorale tash. Nëse ka vullnet asgjë nuk është e pamundur, domethënë. Është lehtësisht e ekzaminueshme, nuk flasim për një. Pastaj mund të jenë premtime që bëhen direkt, indirekt e tjera, domethënë me akses, por punësime të kota ka patur të paktën në fushata elektorale. Rritja e stafit të bashkisë, të paktën pastrim gjelbërimi, domethënë mori për masa skandaloze. Domethënë nëse merr 5000 votues, herë 4 i thon 20000 vota që prishin ekuilibrat. Një punësimi, një lloj mekanizmi po themi. Investimet në zona të caktuara, është kryeministri në Vlorë? Në Vlorë aeroport, në Vlorë rrugë, në Vlorë Tazem anijet që korrupsion i gjallë. Mira, i thotë këto i kanë projekte qoftë edhe të nisura. Për shembull, kryeministri, siç e ka kryeministri i gjithë shtetit shqiptar. Atëherë ta mbyllin, ta ndajë domethënë. Mora shembull Tropojën, mund të marr Laçin, Lezhën. Se në zonat socialiste ta them, investimet. Këto janë këto format që cilësohen si të sofistikuara faktikisht. Këto janë shumë sofistikuara, këto janë shumë flagrante, por që nuk përbëjnë vepra penale se nuk e vërteton dot. Po nëse shkojmë tek veprat banale, tek krimi banal, ai në rrugë ose. Jo, ai është më i rrezikshëm domethënë, sepse ai blen votat drejt për drejt domethënë. Tash duhet të them edhe diçka domethënë, nuk janë pa fajde qytetarët, ose ne po merremi domethënë në këtë pjesë, por që njeriu unë e kuptoj që vërtet mund të jesh vështirësi ekonomike, por çfarë të zgjidhë një 50 euro, 100 euro domethënë, ndërkohë firmos të rënimin tënd ekonomik. Unë le të themi pata një rast që më kërkua vota familjarëve të mi sepse unë jam i pa angazhuar. Edhe ishte fjala për një deputete që do konkuronte për këto primaret. Po. Edhe ideja ishte që një nga këto deputetet luftoi shumë për këtë biznesin e vogël dhe më prekte direkt interesat ekonomike. Pra s'kisha pse mos si isha në favor të asaj. Kështu që njerëzit duhet bëhen dhe pak pragmatist, domethënë, të shikojnë të ardhmen, të shikojnë mos bëhen kështu tifoz partijak të smurë në kuptimin ose mos gënjehen me 50000 lekë, them. Çfarë është ky 50000 lekë? Është krim elektoral ky. Krim elektoral, nuk është krimi drejt për drejt, po jo është elektoral. Me paratë e pushtetit, ato janë paratë e kryeministit, janë paratë tona, ju paguani taksa, unë paguaj taksa, zotnia paguan taksat. Nuk mund të përdorësh ti si mbas shefi domethënë. Nëse po rrim në këtë plan, nëse unë në planin poshtë pasaj ajo është shumë e kollajshme dhe unë po ju them që paniku është ndier. Mbase vjen për te oqeanit, po paniku është ndier. Unë në fakt në studion tuaj kam kënaqësinë që po vi për parë, por nuk është se kam thënë. Tu rruga po pastrohet penalisht nga politika, nga të gjitha. E kam marrë përsipër SPAK-u dhe punë është pak a shumë politika e Kosovës. Motamo ata me gjykatën speciale domethënë ikën një skalet politikanë shumë të fuqishëm që nuk lëviznin dot, ndoshta edhe u bë oferta që të lëviznin, nuk lëvizën dhe përfunduan në burg, pak a shumë me njëtat po përdoret këtu. Ndoshta nuk po shkojnë në burg, po konsum politik ose disa po ikin në burg, po ja u bëjnë domethënë. Kështu që unë gjykoj që kësaj radhe duket se SPAK-u e ka seriozisht thjesht në intuitën time, nuk është se s'kam mundësi të marr informacione, po për profesionin që kam flas me letra përpara, kështu që në intuitën time profesionale unë them që do ketë efekt pozitiv dhe trembja në kampin e pushtetit duket. Mekanizmi i përgjimit apo infiltrimit të njerëzve të caktuar në kampet e partive politike gjatë fushatës elektorale duket se është, po themi, ai që ka friksuar më shumë. Si mund ta bëjë SPAK këtë? Se s'po pyes ligjërisht se i lejohen gjitha format sa kohë mendoj unë,
pa procedurë të rregull ligjore, për mua përgjimet janë të palishme, domethënë kjo dihet tash, nëse e jep prokurori, e jep gjyqtari, domethënë duhet flasim me një konstitucionalist. Jo, e kisha tek pjesa e kanalizuar tashmë për të parandaluar krimet Unë zgjedhore, kam idenë jo gjithandej. që shteti shqiptar nuk ka parametra për përgjigje masive. Po flitet që pas ka marrë spaku një pajisi që nuk e di, domethënë, nuk jam në informacion, flas në parim, domethënë. Po pra, në parim dhe nuk ka parametra për përgjigje masiv të popullatës, domethënë, në kuptimin s'ka infrastrukturë thoni ju? Jo, shteti Po shqiptar. kjo pajisje flitet për një, gjithsesi unë gjykoj që do ketë target caktuar grup personash, domethënë që e njihen, sepse mund t'ju marr rastin e përkrahasim, mund të themi, vjedhja është edhe pjesa ligjore, që të jemi të qartë, domethënë. Pasem LSI-s që nuk është se është një parti që më afeksionon, po flas në parim, domethënë. LSI-ja me 110.000 vota nuk mori asnjë, mori 4 deputet, ndërsa Tom Doshi me 25-30 mori 2.3, pra edhe ajo që ti ndërhyjnë ligjërisht në mënyrë të sforcuar, domethënë, ke shumicën në parlament dhe kjo është vjedhje. Nëse pastaj mirë, ajo është i përket një historie edhe teme tjetër ajo, se ajo është për shkak të asaj që kryen dikur Rama dhe Berisha, kështu që spaku besoj nuk i ka shpëtuar që ministrat e qeverisë kanë dalë shtetit me fondet e pushtetit. Ne për më tepër që dhe reklamojnë, domethënë, dalin me ata simpatizantët e vet, dhe që këtu fillon me çfarë lekësh dole, për çfarë qëllimi dole në punë shtetit. Në Amerikë, X-i, në Itali, Y-ja. Po e them bazë gjinies, kështu që mirë, ne flasim për normalisht duhet të kishte filluar timi, jo, po si këto si ikën ti tash merr paratë e shtetit, dhe nëse merr një sponsor, ai sponsori duhet deklaruar, po ja pa kjo është përbarazia në zgjedhje, domethënë. Jo, patjetër, gjitha këto pika qëndrojnë. Kurse ato marrëveshjet pastaj që janë bërë mes Ramës e Berishës edhe në 2021-shin, që përfundoi siç përfundoi fal 5 qershorit, kështu që këto e kanë bërë vetë ta. Absolutisht, është marrëveshje e Gërdecit, i them unë asaj. Kështu që nuk i referohemi dot, ne po flasim për, tek pjesa e terrenit, po s'më the, mandale komentin mbi atë pajisjen. Mundson diçka ekstra ajo? Nuk e di. Jo, në kuptimin e funksionalitetit e kanë fjalën. Kapacitet më të lartë, domethënë në kuptimin që mund të mbajë. Se ç'është I referohesh përgjimeve ambientale, kanë përshtypjen apo? Jo, kanë përshtypjen për përgjime telefonike, por dhe telefoni, po ja them për kuriozitet, domethënë telefoni në momentin që fillon bisedën dhe pa filluar të flasit, telefoni hyn në përgjim. Pra praktikisht një person që është ngjitur me mua, nëse flet në momentin që unë po telefonoj dhe nëse përgjigjet thjesht si makineria punon. Pastaj se çfarë kanë aktivizuar, nuk e di, domethënë, nëse do të flitet spaku do provojë, ndoshta e kanë edhe për panik, domethënë, po që eksperjenca e dërtanishme të paktën për krimin elektoral ka qenë dobët, ndërsa për planet e tjera nuk është se ka performuar keq, ka performuar mirë, hiq atë pjesën e një çik. Ndërsa në herë tani kur i referohesh përgjimit masiv të popullsisë, e ke fjalën vetëm për grupet caktuara që SPAK dyshon dhe i ka në shënjestër apo ndoshta 200 për një herë si përgjon dot, nuk flas për miliona, e kupton? Jo, them e ke fjalën për masiv gjithë popullata apo grupeve që janë në shënjestër të hetimit, për shembull, apo të dyshimit. 18.000 qendra votimi, po ja fus një shifër. Edhe nuk është se janë. 1.000 ca futi 10 komisionerë aty. Do bën 50.000, domethënë. Çfarë nuk do përgjigj masiv kjo, nëse do të hysh domethënë. E lam pjesën ligjore, flasim për pjesën teknike, se unë ekspert jam në pjesën teknike po mirë. Nuk quhet masiv 50.000 veta ose 5.000 veta ose 10.000 veta. Po pra. Nuk është përgjigjem individual, domethënë. Një njerëz që është dyshuar për veprë penale, merr timin e prokurorit të gjitha, pra praktikisht unë nuk e kam këtë njohuri mediatikisht, e kam dëgjuar që paska marrë një pajisje. Por po ja u them me sinqeritet që trembja në bursë është. Ja u garantoj, domethënë. Ndoshta në kokë do kputet. Nuk e besoj që të kaloj kështu thatë. Intuitivisht, thjesht nuk kam informacion, sinqerisht, nuk e maj rezervë, se do t'ja u thosha, domethënë. E kuptoj. Kjo klima parazgjedhore, sigurisht gjithë perceptojmë që mund të ketë tensione, duke qenë se këtu dihet se si luftohet për politikën. Ju për shembull si e shikoni, si e parashikoni, jo, në aspektin e sigurisë, po themi, po flasim, në fushën tuaj, si e keni atë nuhatjen po mirë pra, po edhe sigurisë i shërbend, lutem. Është e lidhur. Si e keni nuhatjen për klimën zgjedhore të 11 majit? Nëse opozita lufton për pushtet, opozita lufton për jetë vdekje. Në kuptimin figurativ, domethënë, sepse
humbja e pushtetit, domethënë gjykoj që minimalisht kryeministri do të japte shumë probleme. Duhet më fusësh në analizë këtu edhe gjithçka është folur gjithmonë në këtë vend që edhe me fakte hera herës që krimi është pjesë e pandashme, sidomos në kohë zgjedhjesh. Qoftë me njërën palë apo me palën tjetër që shërben apo ndikon me një forma. Si shërben kjo situatës në tërësi? Që krimi para shumë vitesh i afrosh politikës në kohën e zgjedhjeve dhe ndoshta mund të merrte ca bonuse të shkëputura, ndërsa gjykoj që tani është bërë palë domethënë në investime, në pastrimin e lekëve, është bërë palë totale, po dalin deputet që bëjnë emërime nga kriminalët, emërohet ky, ndrohet lista, domethënë është deputeti Durrësit në mos gaboj që kështu që tani kemi kështu në krimin në bashkëudhtim. Është në le të themi si shenjat e trenit, në pak a shumë në vija paralele dhe ndoshta për mendimin tim taktikisht është një gabim i madh domethënë. E kupton se një shtetari mirë nga një shtetari keq në gjykimin tim për ta bërë më të kuptueshme për dëgjuesit, shikuesit domethënë është një shtetari i mirë i le urat e zeza aty ku kanë vendin domethënë, nuk i le të dalin sipërfaqe. Kjo është gjithë sepse trafiqet e gjitha do kanë lulëzuar dhe do lëzojnë. Puna është sa lidhesh ti me to dhe se sa je në gjendje ta menaxhosh, pra praktikisht të mos rëndosh jetën e qytetarëve, se gjithë thelbi i kësaj është kjo është, na shkojnë fëmijët, kemi një minimum jetë të qetë, na shkojnë fëmijët në shkollë normalisht, na kthehen nga shkolla normalisht, sepse mund t'ju them një fakt për shembull, rasie quheni ju që çdo kryeminist shqiptar që zgjidhet vjen kryeministri italian dhe vjen kryeministri turk. Si mendoni, qendra e botës së Shqipëria që vinë janë ca korridore që s'mbyllen kurrë, domethënë. E kupton? Që do të thos? Do të thotë që trafiqet kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë, domethënë. Problemi qëndron që mos të bëhen problem për qytetarët. Thjesht një arsyetimi im, jo prova. Po, në këtë nismë që ka marrë për zgjedhjet SPAK, me një gur mund vras 2 zoq, sa të vështirë do ta ketë, sepse mund të ketë në target edhe krimin, edhe politikën. Shumë vështirë do ta ketë për kapacitete, pavarësisht çfarë flitet domethënë. Ja u thash, për kapacitete. Por kam përshtypjen se ndoshta edhe do para godasin. Për këtë, jo pa qëllim e thash të panikun në bursë. Kryeministri të paktën kështu në aspektin menaxherial nuk ke çfarë të thuash, plus që ka një makineri të trashëguar, domethënë magazin e pafundme domethënë e partisë së tij, po që kjo ishte që të i karikoj bateritë sepse ikja e Erion Velis, duhet ta themi që iku një nga lojtarët më të fortë në tregun e Tiranës në kuptimin e votave, edhe të manipulimeve, edhe të blerjeve ndoshta. Për shembull, Fatmir Xhava në djenin time ka dalë ka thyer ersin i suportuar nga Erion Velia, kështu që në këtë kuadër i iku një, le të themi, një kalbete. Jo se jam kundra, për mua ishte guri provës SPAK-ut dhe është mirë që është atje ku është, domethënë, po që ideja është që domethënë ai vërtet ndoshta i pëlqeu që të largonte një kundërshtar nga betejë, por nuk është se nuk po i sjell pasoja brenda për brenda, domethënë kuptimin e votave, jo kështu